Në çdo shoqëri demokratike, debati publik është një mjet thelbësor për përballjen e ideve, për ndriçimin e problemeve reale dhe për ndërtimin e mendimit kritik. Megjithatë, kur debati humbet për mbajtjen dhe shndërrohet në sulm personal, ai pushon së qeni debat dhe kthehet në zhurmë boshe. Pikërisht këtu qëndron problemi kryesor me mënyrën se si Tony Alba shpesh zgjedh të komunikojë në hapësirën publike, në vend që të ndërtojë argumente të qarta, të mbështetura në fakte, analiza apo logjik. Diskursi i tij karakterizohet nga një ton agresiv dhe përçmues, i cili nuk ndihmon as pak në sqarimin e çështjeve që pretendon të trajtojë. Ky stil komunikimi jo vetëm që e ul nivelin e debatit, por krijon edhe një klimë përçarjeje, ku kundërshtari nuk shihet si dikush me një mendim ndryshe, por si një objekt për të sulmuar. Problemi nuk është mospajtimi është i shëndetshëm dhe i domosdoshëm, por mënyra se si ai shprehet. Kur kritika shndërrohet në arrogancë dhe kur opinioni personal paraqitet si e vërtet absolute, atëherë humbet vetë qëllimi i diskutimit publik. Një figurë që ekspozohet në publik ka përgjegjësi jo vetëm për atë që thot, por edhe për mënyrën se si e thot. Përdorimi i gjuhës së ashpër dhe i toneve nënçmuese nuk e bën një argument më të fortë, përkundrazi, e dobëson atë. Ai i largon njerëzit që kërkojnë dialog serioz dhe i mbledh rreth vetes vetëm ata që ushqehen me konflikt. Kjo nuk është shenjë force intelektuale, por mungesë e saj. Debati kërkon vetë përmbajtje, respekt dhe aftësi për të dëgjuar tjetrin, edhe kur nuk je dakord. Pa këto elemente, çdo diskutim mbetet sipërfaqësor dhe shterp. Nëse Tony Alba synon të ketë ndikim real dhe të merret seriozisht, duhet të reflektojë mbi stilin e tij të komunikimit dhe të kuptojë se autoriteti fitohet me argumente, jo me zë të lartë apo përbuzje. Në fund të fundit, publiku nuk ka nevojë për më shumë zhurmë, por për më shumë qartësi. Nuk ka nevojë për sulme personale, por për ide. Dhe kush nuk arrin